Shqipëria ka pritur për herë të parë një kompeticion si Europiani dhe bën këtë në moshën U17. Ndeshja e parë është zhvilluar dje në Tiranë, atje ku kuqezimtë U17 janë përballur kundër Portugalisë U17, për kundër pritshmërive të mëdha për një brez fantastik që kemi të U17-a, kundërshtarët arritën që të fitonin në shifrat 0-4. Në fakt, Portugalia ka fituar 6 herë Europianin me këtë grup mosh dhe në fazën kualifikuese dolën të parën në grup me pikë të plota duke mundur Serbinë, Hollandën dhe Hungarinë. Kështu Portugalia shkon në 5 fitore radhazi me U17-ën, pasi më herët kishte fituar edhe kundër Gjermanisë U17, ndërkohë Shqipëria është kualifikuar për në fazën e fundit e Europianit si vend organizator dhe ka shumë për të mësuar dhe marrë eksperiencë në një grup me Portugalinë, Francën dhe Gjermaninë, por një detaj i bukur është mbështetja që i dhan tifozët tanë Shqipërisë U17. Tifozëria ka qenë aq e madhe dhe e flakt në një stadium të mbushur dhe që kanë ngrohur lojtarët tanë, ajsa të kundërshtarët janë befasuar të rësisht. Pavarësisht se flitet për një superfuqi si Portugalia, lojtarët e Portugalisë U17 janë shprehur se janë lidhur këmbën në Air Albania, dhe se një tifozëri të tillë nuk e kishin para asnjëherë në jetën e tyre futbollistike, pra në karrierë nuk kishin luajtur kurrë në një stadium me kaq shumë tifoz. Në këtë linjë mendimi ishte futbollisti i Portugalisë, Joao Aragao. E dinim se çfarë duhet të bënin në fushë. Është gjithashtu e rëndësishme të përmendet se kishte një atmosferë të jashtëzakonshme në stadium. Shqipëria doli e fortë, por ne e prisim këtë. Pastaj cilësia jon ishte superiore dhe përfunduam duke fituar lehtësisht. Ekipi ishte i bashkuar nga fillimi deri në fund. U kënaqëm shumë duke luajtur para një stadiumi të plot, të mbushur në këtë mënyrë, tha Aragao. Akoma më e bukur ishte deklarata e bërë nga ana e futbollistit tjetër të Portugalisë, Mateus Mide. Ky i fundit arriti të shënonte golin e dytë të ndeshjes nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 68 të takimit. Për Mide ishte era e parë në karrierë që vendosej para një presioni të tillë nga stadiumi kur godiste një 11 metrash dhe nuk do të harroj Tiranën për gjithë jetën e tij. Nuk u dorëzuan para presionit. E rëndësishme është të jemi të sigurt në ato që duhet të bëjmë në çdo moment. Kemi një fillim shumë të mirë, nuk e kemi nënvlerësuar kurrë kundërshtarin. E kemi respektuar gjithmonë. Ishte pabesueshme të luash në këtë stadium. Nuk kisha luajtur kurrë në një stadium me kaq shumë njerëz që më shikonin. Nuk kisha luajtur kurrë me kaq shumë njerëz që më bënin presion para se të ekzekutoja një penallti. Ishte pabesueshme për mua. Familjet tona ishin gjithashtu të pranishme dhe ata ishin shumë të rëndësishëm për paraqitjen tonë në këtë ndeshje, tha Mide, dhe për ta mbyllur të gjithë këtë panoramë të ofruar nga tifozët e Shqipërisë në ndeshjen e U17-s, mendoi trajneri i Portugalisë U17, Bino Maçavesh, që tregoi sakt presionin që kishin lojtarët e tij në Air Albania. Fëmijët tanë ishin pak të shqetësuar, kishin folur për ankthjen e ndeshjes së parë dhe në shtëpinë e Shqipërisë. Futbollistët tanë nuk ishin mësuar të luanin me kaq shumë tifoz në stadium, me kaq shumë tifoz që vrojë rastin për ekipin kundërshtar. Prandaj ishim të nxituar në fillim në vendimet tona në goditjen e fundit, tha trajneri i Portugalisë, duke vlerësuar kështu atmosferën e bërë në Air Albania.